Në qendrën për arsim dhe këshillim profesional Gjon Nikol Kazazi në Gjakov ka vazhduar kursi për nxënës të shkollave fillore të komunës së Gjakovës nga klasa e 9. Këto kurse janë mbajtur në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe. Qëllimi i këtyre kurseve është që nxënësit më të suksesshëm të ju mundësohet bursë për vazhdimin e shkollimit në shkollën Gjon Nikol Kazazi. Jemi të kënaqur me pjesëmarrjen, janë të gjithë nxënësit e klasave të 9 të shkollave të Gjakovës dhe kanë marrë pjesë me gëzim, i kemi mirëpritur. Tani është faza e tretë, faza e përzgjedhjes, pastaj do të shkollen fituesit. Sipas drejtorit të shkollës Gjon Nikol Kazazi, Petrit Hasanaj, kjo ka qenë java e gjuhëve dhe jemi të kënaqur me nxënësit të cilët kanë marrë pjesë në këto kurse. Java është organizuar në kuadër të një bashkëpunimi me Drejtorinë e Arsimit të Gjakovës. Këtë eveniment e ka përkrahur dhe drejtoresha për Drejtoritë e Arsimit, me qenë se do të çdo herë që po tentohet me ju jap një shtytje talentëve të ri, kemi pas përkrahjen edhe të Kuvendit Komunal, saktësisht Drejtorisë Arsimit. Ndërsa nxënësës Deja Canhasi, e cila doli e treta, do t'i paguan 60% të studimeve, Fatjon Berishës 75%, ndërkaq Nikoli Etishit, i cili doli me sukses, do t'i hiqen shpenzimet 100% nga shkolla. Gara i ka pas 3 fazat edhe nuk e kom pritë se po e nxa vendin e parë. U gëzova për çmimin që fitova dhe shpresoj se do të vi me vazhdu shkollimin në Gjon Nikol Kazazi. Të gjithë nxënësit të cilët ishin pjesëmarrës në kurs morën certifikata, ndërsa ata 3 nxënësve të tjerë, qendra për arsim profesional Gjon Nikol Kazazi do t'ju mundsojnë të vijojnë mësime duke ju paguar 25% të shpenzimeve.